Përgatisim sot një koktejl ndryshe nga herët e tjera. Koktejli ka dalë shumë i mirë edhe pse ishte herë e parë dhe kam parë në TikTok një video dhe kam improvizuar me këto që kisha. Bleva këtë në supermarket, ishte gati e gatshme si thua. Pastaj kam shtuar gati 3 gisht në fund të gotës, që do e shihni edhe këtu me këtë lëngun që është enkas. E kam mbushur gjysmë me ujë, kam hedhur akull, pak sheqer sepse unë vdes për gjëra të ëmbla dhe nuk mundem që ta bëja ndryshe. Edhe ka dalë shija mrekullueshme. Nëse doni ta bëni akoma dhe më të mirë, sigurisht mund të shtoni pak lang limoni edhe feta limoni të blira sipër. Gjithsesi pritni se këtu ka akoma dhe ngjyra të bukura, largini fytyrës time si për herë të parë duket. Këtë kam bler tek Temu ku mund të merrja kështu akullin copa dhe ishte e mirë, edhe pse ishte material shumë i fortë dhe kisha fikse do të plasej, në rast se do ushtroja. Ndërkohë përpara të gjuan të shtojnë kilogramet, kjo është në pije mirë freskuese, pa alkool, që ta theksoj këtë faktin, edhe mundeni që ta pini sa herë të doni, se është shumë e mirë, edhe pse nëse nuk jeni fanse të mira gjithmonë të koktejleve të ndryshme, por me çokoladë në kusht të shtëpi është shumë e mirë, edhe limoni është shumë i mirë, ta keni parasysh. Ndërkohë që nëse doni të shtoni kilogramet dhe jeni enkas dhe akoma në pesh, më shkruani në Instagram Mikela.al sepse kam një set të përshtatshëm për ty që unë kam përdorur dhe kam shtuar 8 kg. Kjo është pamja e koktejlit nga kuzhina ime dhe realisht ka pëlqyer. Follow